Mashtrimet po marrin përmasa shqetësuese në vend. Vetëm gjatë vitit që e lan pas, rastet e raportuara janë rritur me 54% në raport me vitin paraprak, ndërsa qytetarët kanë humbur mbi 34 milion denar, njoftojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Gjatë vitit 2025 janë regjistruar 60 raste të mashtrimit, për dallim nga 39 rastet në vitin 2024. Në 44 raste, autorët janë identifikuar, ndërsa në 16 prej tyre, mashtrimet janë kryer nga persona të panjohur dhe kanë mbetur të parealizuara. Për këto vepra penale janë kallëzuar 66 persona dhe janë paraqitur 46 kallëzime penale, njoftojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme, duke shtuar se janë regjistruar edhe raste të bashkëkryerjes së ndihmës në kryerjen e mashtrimit. Sipas të dhënave zyrtare, autorët kanë përfituar në mënyrë të kundërligjshme mjete materiale në vlerë prej 34.853.539 denar. Përpos mashtrimeve klasike, Ministria e Punëve të Brendshme evidenton edhe rrezikun nga mashtrimet online, megjithse në këtë segment thuhet se është shënuar një rënje e lehtë e rasteve. Gjatë vitit 2025, nga fusha e kriminalitetit kompjuterik janë regjistruar 45 vepra penale, keqpërdorimi të dhënave personale, edhe atë 30 raste në Tetov dhe 15 në Gostivar. 5 vepra penale që kanë të bëjnë me mashtrimin kompjuterik, të gjitha në rajonin e Tetovës. 10 vepra penale për dëmtim dhe hyrje të paautorizuar në sistem kompjuterik, 7 vepra në Gostivar dhe 3 në Tetov, dhe 5 vepra penale që kanë të bëjnë me lëshim të çekut pa mbulesë dhe keqpërdorim të kartelës së pagesës, me 3 raste në Tetov dhe 2 në Gostivar. Në lidhje me këtë lloj mashtrimesh, evidentohet rënje lehtë e numrit të këtyre veprave, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Si formë veçanërisht shqetësuese, policia veçon mashtrimet ndaj personave të moshuar. Autorët, siç sqarohet, u paraqesin viktimave fakte të reme, gjoja se të afërmit e tyre kanë qenë të përfshirë në aksidente trafiku me pasoja fatale dhe kërkojnë para në mënyrë urgjente, duke i friksuar se në të kundërtën do të përfundojnë në burg. Po ashtu të shpeshta janë mashtrimet me dërgesa të reme postare, SMS porosi dhe rrjete sociale, si dhe rastet kur qytetarët mashtrohen me premtime për viza pune në vendet e Bashkimit Evropian apo gjatë blerjes së automjeteve. Ministria e Punëve të Brendshme u ka bërë thirrje qytetarëve për kujdes të shtuar. Qytetarët duhet të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm në komunikim me persona të panjohur, të mos instalojnë aplikacione për qasje të largët dhe të raportojnë çdo dyshim për mashtrim, apelojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme.